Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Shqip në Dritare Televizion. Do të kemi përsëri një histori Shqipërie sot. Është historia e zotit Destan Danglia. Mirë se erdhët në studio. Mirë se u gjeta. I cili ka një histori shumë të bukur. Faktin që tani në moshën, mund ta themi moshën, s'ka problem. Pa problem. 78 vjeç tani? Po. Ju jeni duke mbrojtur diplomën për inxhinieri mjedisi në Kamës. Po. Kjo është shumë e bukur. Do thënë ju po diplomoheni për inxhinier mjedisi në Kamës. Histori që do ta ndaj bashkë sot, bashkë me historinë e tij familjare. Ai është ish i përsekutuar, familja e përsekutuar. Tre breza i përsekutuar. Tre breza e përsekutuar. Do me thënë, 3 pushtete në Shqipëri kanë përsekutuar familjen tuaj. Po. Dhe këtë më tha sot kur erdhi, që unë këtu kam drejtëroa Gollin, këtu kam Sami Danglinë. Simboli unikal në botë i rezistencës antikomuniste në Shqipëri dhe në botë. Nuk ka një të dytë bota. Ju çfarë kishit, Sami Danglinë? Babai e kishte kushuri. Babai e kishte kushuri, po. Por ironia e fatit është këtu, se dhe mua më avu në biografi Xhaxha, e keqja ishte djalit tim ja vun Xhaxha, për të na rënduar. Ky ishte një gurimat që ne mund të na fundosni. Prandaj dhe na vinin Sami Danglinë. Po si ka mundsi Sami Danglinë, një njeri që ishte kundër komunizmit dhe drejtëroi Gollin, i cili këndoi komunizmit? Sami Danglinë nuk e kam njohur kurrë. Unë linda më 46-ën, ai më 44-ën tetor, ishte në Burg. U dënua më 45-ën me atë asamblenë që u bën atë kohë me atë paketën ligjore, se nuk ishte ligja akoma për ta dënuar, dhe u dënua me burgim të përjetshëm. Sami Danglia. Dhe e kalojmë shpejt këtë. Patjetër, jo, thjesht do doja të dija pse drejtëroi Gollin. Pikërisht dhe unë të them dhe ai u dënua dhe disa e tjerë dhe e mbyllin në Spaç. Ndërsa më 1987 vdik në Shën Vasie të Sarandës. Po. Nga një vdekje që ka shumë pikpyetje dhe shumë dyshime, që mund të jetë dhe jelmatosur. Sipas bashkëvojtësve ata që kanë qenë atë natë me Sami Danglinë. Po ne e kalojmë këtej. Drejtërojnë e kam dashur, pse e kam njohur. Kam njohur poezinë e tij. Kam njohur shkrimet e tija. Edhe pse kishin të bëjnë me regjimin dhe me pushtetin, ai ka ditur të përzgjedhë mirë dhe çfarë do trajtojë. Sepse kishit të balë të suaj, ju jeni nga Devolli. Po nga fshati Menkulas. Nga Menkulasi jeni, jo. E keni të zonës, do me thënë. Po, e kemi të fshatit. është bashkëfshatari jonë. E keni takuar? E keni më pas, apo? Drejtëron për të parë nere e kam takuar në vitin 1976. I kam vajtur në lidhjen e shkrimtarëve. Se nuk mund të takon jam pare. Një persekutuar politik dhe i drojtur isha, po dhe frikë kisha se dhe ati jap një telashe. Dhe nuk do një. Por me që kisha berë disa piktura. Se kam mbaruar dhe një shkollë artistike për pikturë në Korçë në vitin 1971-75, me peripecit të mëdhaja, se nuk më pranonin atje, deshin të më pushojnë, kalovja jo, e mbarova të shkollën dhe bera diplomën më të mire që mund të cilësoj për tematikën që zgjodha dhe për realizimin që bera dhe puna ime e diplomës ishte kjo. Lufta kundër erozionit. Ishte një problem që ngrinte me forcë. Që ngrinte me forcë partia. Ne tani flasim për erozionin. Ndërkohë që në 71-shën është diplomuar, zoti Danglia me... Wow. Lufta kundër erozionit. Desh vështirësi, sakrificë, kishte vështirësi, se do futeshe në lumë aty dhe lumë i vinte rëmbushim, dhe mundet dhe të binja aty si kanë rënë janë lagur në dimër, se zakonisht këto punë bëheshin në dimër, me që kishte më shumë kohë, se gjatë verës punoshin me puna tjera dhe dimrit kishin kohë, dhe këta që merreshin me këtë punë, shumë të vështirë, ishin pjesa dërguese të persekutuar politik, është komplet me dëbor. Wow. Është periudhë dimri. Do me thënë, është periudhë janari, kur filluam neve të punojmë për mbrojtjen e diplomës. Dhe me këtu vlerësova me notën 9. E kam dhe në të ftesën notën 9. Po profesori, kur protestuan disa nga kursantët atje, nga shokët e mi dhe shoqet, profesori më shkeli syrin. Dhe unë nuk fola fare. Pse protestuan ata? Proteston më shumë, meriton më shumë.
se sa vinin që na nditnin punën nga afër kur merreshim ne me punë të diplomës, vinte edhe drejtori i punimeve artistike të Korçës. Dhe u interesua disa herë dhe më tha kështu: si të marrësh diploma, i ke merr familjen dhe hajde këtu. Ai nuk dinte se ç'është problemi kisha unë me biografinë. Nuk i fola fare, vetëm qesha në buzë, kështu pse qeshe? Po mirë thash, po nuk e di jam len as më len. Jo, tha, do bëjmë të pamundërtën. Profesori më tha kështu, Destan tha: nuk të vinja do 10 se duhet të linja punë, të mitin nga puna. Po pse i thash unë profesor? Po sa letra kanë erdhur, sa njerëz kanë erdhur janë interesuar për ty, tha. Kanë erdhur letra kështu që të mos të vimi notë të mirë dhe duhet të largohesh edhe nga ajo. Megjithatë, mua edhe më kanë luftuar shumë, po edhe Zoti, unë kështu them, Zoti më ka qëndruar shumë pranë. Në aspektin pse, kur kam shkuar në shkollën e pikturës, shefi seksionit, aty qelloi Nezhdet Mero. Nezhdet Meron unë e kisha drejtor në atë kohë. Dhe kur mbaruam gjimnazin me nota shumë të mira, shkëlqyer, dhe bëm kërkesa, unë e mësova që shpejt se opinioni ishte dhënë që mos i jepet e drejt studimi. Dhe kam mësuar në zyrkën e sekretarit Komitetit të rinisë të Shkodrës, ishin tërë dosjet, unë tash i dal në konkluzion, pse më çuan mua të merresha me një punë, hiç fare, qëllimi që unë të shfletonja dosjet, siç i bënte sigurimi i shtetit ato lojat. Unë e lexova atje edhe e mbylla gojën. Absolutisht se hapa asnjëherë para 90-s këtë problem, mbas 90 se kam treguar. Mbas 90-s fol. Po, dhe drejtori më ka thënë kështu pastaj. Kur u miratuan të drejtat e studimit për të vazhduar shkollë, tha, u hoq kriteri politik. Por dosja tënde ishte hequr dorasi dhe nuk doli fare për të shqyrtuar. Por ti dhe unë këtë muhabet, tha, nuk e tregoj. Edhe nuk e tregoj. Dhe unë nuk e tregoj. Tani më fal edhe diçka. Çfarë kishin bërë në familjen tuaj? Përse ishit përsekutuar jo? Çfarë kishte bërë familja? Babai si djali vetëm që ishte, nuk u marr drejt për drejt me luftën, po e ndihmonte atë. Luftën nacional shqiptare. E ndihmonte luftën. Kishte disa raste që kalën e ngarkonte me grur, me misër dhe dërgonte në ndihmë të partizanëve, të forcave që luftonin. Partizanë, ballistë, siç luftonin në atë kohë. Ndërsa mamaja ishte mësuese. Ishte bij nga Bilishti dhe kishte bërë një arsim atëherë, një arsim unike, si thoshin, shkolla unike deri të 6 në të 7 dhe ishte arsimuar se ishte shumë e aftë dhe shumë e zgjuar. Dhe kur erdhi atje në moshë të re, ndoshta në moshën 24 vjet, ajo u jepte shkrim e këndim grave të fshatit. Sa po kishin dalë na lufta. Dhe vazhdovi mamaja një 2 vjet ashtu. Kur arrestuan babai në vitin 1951, mama ne hoqën në arsimi dhe ajo mbeu pastaj kazmën, paramendën dhe lëronte si burr. Këto kanë arsyet. Ne kishim kontribuar si familje dhe arsyet pse babai edhe kur erdhi nga burgu nuk më tha asgjë mua në ato kohë, po mbas në të 10-s me zor më tregonte në diçka. Mo djalë leri, thosh, ato janë muhabete të mbyllura. Po mua ajo gjë më mundonte se e vojta dhe unë shumë. Të drejtën e studimit unë dhanë edhe në klasë të 7, kur mbarova 7 vjeçare, drejtori desh të më japë bursën për doktor, nuk më lejuan, por dhe në gjimnaz nuk më dhanë të drejtën e studimit. Po babai thoshte lërje more djalë se janë gjërat mbyllura. Po. Po nuk deshte që ne të ngarkohemi me ato probleme, ato i përkisnin të kaluarës dhe ashtu e mendonte ai. Kështu që ti nuk je ngopur me shkollë, prandaj po studion tani, dhe po studion pikërisht për këtë që ke pikturuar. Pikërisht për atë që kam pikturuar. Dhe pikërisht temën të diplomës tashi dhe në universitet do ta bëj më të zgjeruar. Refuzova 2008 kur mbaruam provimet të përgjithshme të jap provim për mbrojtje e diplomës kështu me pyetje me si bëhen gati në të gjitha universitetet. Jepen ato tezat, ato pyetjet, përgatiten dhe një japën provim. Unë desha ta bëj me temë diplome. Dhe tema ime diplomës për ta bërë shumë të zgjeruar në kushte të tjera tashi, të njohurive, të bazës materiale të gjitha, është lufta për erodimin e zalisheve të lumit Devol. Zalishte janë ato pjesë të eroduara, për t'i kthyer ato në gjendjen. Këto janë zalishte? Po, aty jemi të lumi. Jeni të lumi, po.
Po, kam edhe foto edhe përsallishjet e për të gjitha dhe në temë të diplomës. Dhe me këto po punon? Me këto po punon. Kë keni udhëheqës diplome? Unë kam një profesorin tim të mjedisit, Urana Bazi. Kam dhe një profesor që nga ka dhe një informatik, Pashk Leka. Atere, i lutem, bashkë me profesorët, kur ju ta keni dhënë diplomën, unë do dohet ta paraqesim edhe këtu bashkë. Do kisha shumë dëshirë. Edhe për shkak të moshës që ju keni, edhe pse është një, në çdo moshë njeriu e gjen diçka për të bërë që i pëlqen, por edhe për shkak të kësaj që keni zgjedhur të bëni, që është gjëja që kemi më shumë aktuale, kemi detyrim, kemi përgjegjësi që të merremi me mjedisin, me erozionin, me të gjitha këto. Por ju më thatë nuk erdha për këto në Shqip, erdhët për diçka tjetër, më të thatë. Jo për diplomën, diplomën thatë kur të mbaroj. Nuk kam ardhur për diçka tjetër. Se edhe pjesë më kanë thënë plot, edhe shumë ma kanë kërkuar që kur të mbroj diplomën. Mirë, s'ka gjë, të riqem, ku të doni shkoni? Jo, varet, ajo, atë e kam unë në dorë. E vendosni ju. Unë e kam unë në dorë. Por ju më thatë nuk do flasë për diplomën kësaj radhe. Kam një merak që duhet të ndaj me ju dhe ju thash me njerë, ajdeni, ejani.